Ja luajtur ndeshjet e javës 26 në Biznes Superiore që çeli si pari në fakt me super klasikën, le themi kështu, futbolli shqiptar mes Vllaznisë dhe Tiranës me këtë të fundit që erdhi rinovuar në fakt në merkaton e janarit, ka bërë goxha blerje, por po ashtu vetëm pak ditë më parë shkarkoi nga detyra duke larguar trajnerin Nuhiu pas atyre rezultateve që nisi mirë në fillim të vitit 2026 me disa fitore radhazi, por duket se ndeshjet e fundit pastaj përbën atë pikën, le themi që derdhi atë gotën plot të ujit jo dhe aq të pastër, po themi, prej kohësh tashmë të ekipit Tiranës dhe kanë rikthyer një prej trajnerëve që edhe tifozët, por edhe presidenca duke që e ka jo pak për zemër, sikundër është ish futbollisti dhe trajneri tashmë Orges Shehi. Rezultat i pritshëm, profesor, ky i Vllaznisë, po themi i pritshëm nëse marrim konsiderat nivelin e skuadrave deri në këtë pikë që luan dy ekstreme, pra, Kreu dhe fundi, thuajse. Për shumë faktor, domethënë, jo një ndeshje e luajtur në fushën tënde, që janë faktorë që ndihmojnë në pranitë e sportazhëve tuaj, por dhe gjendja aktuale e Vllaznisë është për t'u admiruar për atë që ka shprehur deri në këto momente. Dhe normalisht në letër ishte një fitore e pastër e Vllaznisë, por menduam sepse Tirana, duke qenë në këtë gjendje, në këtë vorbull, që nuk po del dot nga ajo, për shumë oscilacione që ajo ka në shumë aspekte të organizimit si klub, ndoshta apo dhe si u duk një shkëndi në 4-5 ndeshje, dhe jo si i mungon ajo grin Tiranës, edhe e ka pasur në gen, por që qëdoj në 2 ndeshjet si me Partizanin, sepse edhe vetë Shorti nuk e përkrau shumë, sepse i erdhën 2 takime shumë të vështira, Partizani që lufton për Final Four, po gjithashtu dhe Shkodra që po gëzon një formë shumë të mirë sportive. E thash paka shumë në letër, sepse mendosha se mund të bënte në një surprizë, derisa ishim në një barazim 1-1 dhe mendosha se mund të kishin. Por Shkodra me elementet dhe me kualitetet që ka brenda, dinte ta menaxhonte shumë bukur lojën dhe kjo për mua... Më shumë është si ekip apo dhe ka element individual që e zgjidhin situatën, se kemi parë goxha raste. 2 ekipe që më bëjnë përshtypje në këtë ecuri të kampionatit, është një ndër arsyet që unë mendoj që një ekip tesi është krijimi i grupit. Për te kualiteteve që ka një ekip, është shumë rëndësishme krijimi i grupit, që do me thënë, nuk bëhet vetëm për të shprehur ato ndjenja që kemë për të menaxhuar një 90 minutësh, por kur them që është krijimi i grupit në shumë aspekte, si në ndihmën, si në fjalën e mirë, si në shoqërinë, si në grumbullimin që ata kanë, duke menduar dhe duke ndihmuar të gjithë njëri tjetrin dhe sigurisht që arrihet fitoria. Këtë e ka Partizani, që ka arritur ta krijojë me shumë pak kualitete, ka ato emra që ka, po jo shumë bujë, por dhe e ka krijuar dhe Shkodra dhe me ecurinë e saj. Dhe kur të merr për mirë kjo punë, vazhdon për mirë. Dhe e ka futbolli.